Qeveria në Moskë ka kërkuar tregtarëve të mos përfitojnë nga situata shqetësuese si pasojë e zjarreve për të rritur çmimin e grurit. Në një kohë që presidenti Dmitri Medvedev u shpreh optimist se ndalja e eksporteve nuk do zgjas shumë, kryeministri Putin paralajmëroi të gjithë ata që kërkojnë të përfitojnë nga kjo situatë. Ai tha se tregtarët e pandershëm duhet të kuptojnë se është më mirë të veprojnë sipas ligjeve, sesa të përballen me gjoba disa herë më të mëdha se fitimi që do marrin si pasojë e spekulimeve. E në kuadër të kësaj, Putin i kërkoi Agjencisë së Kontrollit të Tregjeve të ndëshkojë të gjithë ata që në mënyrë të menjëhershme rritën çmimet e grurit. Ekspertët thonë se janë pikërisht spekulimet e tregtarëve ato që kanë ndikuar në rritjen e çmimit të grurit në tregjet ndërkombëtar. Aktualisht në Moskë, çmimi i bukës ka shënuar një rritje me 10%. Zyrtarët thanë se janë të përgatitur të hedhin në treg stoqet e grurit për të ulur çmimet. Mediat ruse shkruan se përpara se vendi të përfshihej nga flakët, thatësira i kushtoi qeverisë më tepër se 1/3 e të mbjellave, çka çoi edhe në vendimin për të ndalur eksportin që hyn në fuqi më 15 gusht. Ashtu siç kishin paralajmëruar edhe ekspertët e ekonomisë, situata në Rusi nuk ka prekur tregjet në Shtetet e Bashkuara dhe Kinë. Të dhënat nga agjencia Reuters tregojnë se çmimet e grurit shënuan një rënje me 1.5% në tregun amerikan, ndërsa në atë kinez çmimet nuk kanë lëvizur. Megjithatë, për t'i paraprirë çdo situatë, qeveria në Pekin vendosi të rrisë prodhimin e grurit që aktualisht arrin në 123 milion ton.